Në Shqipëri është finalizuar sot ekstradimi i Amar Shkëmbit, i njohur dhe me emrin Dritan Shkëmbi, nga Dubai, pas një bashkëpunimi të ngushtë mes autoriteteve shqiptare dhe atyre të Emirateve të Bashkuara Arabe. Në vitin 2022, gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar i kishte caktuar atij masën e sigurisë, arrest në burg për disa akuza të rënda, mes të cilave vrasje funksionarëve publik në tentativë, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, armbajtje pa leje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve të SPAK, Shkëmbi dyshohet se ishte pjesë e bandës së Plarend Dervishajt, që në vitin 2019 organizoi atentatin pranë mbikalimit të Shkozetit. Në këtë sulm mbetën të plagosur ish prokurori Arjan Doja dhe Aleksander Lao, i njohur si Rumi, ndërsa humbi jetën shoferi Andi Maloku. Hetuesit dyshojnë se atentati lidhej me përplasjet për pronat në zonën e Bregdetit. Amar Shkëmbi u arrestua në shkurt të vitit 2023 në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku prej kohësh qëndronte në Arati. Amar Shkëmbi u arrestua në shkurt të vitit 2023 në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku prej kohësh qëndronte në Arati. Dubai vijon të shihet si një streh e preferuar për shqiptarët me precedent penal, ndërsa ekstradimi i tij është cilësuar nga autoritetet si një sukses në luftën kundër krimit të organizuar.